Nga vjen fjala shqipe e bukur bunar, a thua vjen nga lumi i bunës? Kjo është përshtypja jote e parë dhe është shumë e rrezikshme që të shikojmë fjalët e shqipe së sotme me fjalët ilire të lashta. Ndryshimi është kolosal. Fjala bun e gjuhës shqipe nuk ka lidhje fare me fjalën bunar. Fjala bunar vjen nga gjuhë turke, është regjistruar në gjuhën arumune, bunari. Është regjistruar në gjuhën bullgare, bunar, dhe është regjistruar në dialektin grek të Kretës, bunari, por në gjinin asnjanse. Pra, emrat asnjanës të greqishtes shfaqen si emra mashkullor të shqipes. Kjo është shumë e rëndësishme, ky element gramatikor. Në gjuhën shqipe është zhdukur asnjansi, por si fjalë është me burim nga gjuhë turke. Tani, është kaq e thjeshtë, pra mjafton që të mësosh gjuhën turke për të kuptuar fjalën bunar. Ne kemi fjalë nga turqishtja sepse jemi sunduar 500 vjet nga perandoria turke. A duhen hequr fjalët turke nga gjuha shqipe? Ju e dini. Ju i keni marrë, ju dhe hiqni. Kjo fjalë gjendet vetëm në shqipen e folur në veri, në Dibër, në Kukës, në Kosovë, Malësia e Madhe. Pra atje ku ka filluar të sundoj feja e pushtuesve. Në jug, ku sundon feja e pushtuesve grek, kjo fjalë nuk gjendet. Nuk gjendet në gjuhën arvanitase. Nuk gjendet në gjuhën arbëreshe. Prandaj, në qoftë se fjalët nuk gjenden në gjuhën arbëreshe, automatikisht ato janë fjalë të huaja. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.